dikush që nuk falet. Ka filluar akoma në rritjen e të falë 5 vaktet, ndërkohë që agjeron. A ka vlerë agjerimi i tij apo është i shkuar? Islami i përngjason një panoramë me mozaik. Tani pse në panoramë mungon një mozaik, nuk do të thotë që nuk është panoramë. Kështu që agjerimi në Islam ka vendin e vet dhe është, si më thon, kollon shtyllë e Islamit. Namazi është kollon dhe shtyllë e Islamit. Dhe njëri i cili nuk fal namaz nuk do të thotë që nuk është musliman. E si pasojë, nuk do të thotë se nuk pranohet agjerimi i tij. Kështu që vetë fjala e Zotit, o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi. Do më thonë, unë që po agjeroj, jam përgjigj një thirrje që më është bërë, o ju që keni besuar. Tani çfarë bën njeriu, le të themi shqiptarin, i cili duhet të rri pa ngrënë, pa pirë, pa kontaktuar me bashkëshorten e tij, 18 apo 17 apo 15 orë në ditë. Dhe kjo do të ndodhë një muaj rresht. Çfarë është pikërisht është përgjigjur kësaj thirrje. Është përgjigjur thirrjes o ju që keni besuar. Për këtë arsye ne themi gjithmonë, domethënë, okay, nuk ka dyshim se perfeksioni dhe më e mira është që njeriu të jetë falës i namazit, sepse po të analizosh faljen e namazit është shumë më e thjeshtë se sa agjerimi. Pra, 5 kohët e namazit na marrin neve le të themi 24 apo 25 minuta në ditë nga 24 orë, ndërkohë që agjerimi na merr 17 orë apo 18 orë apo 15 orë në ditë nga gjithë dita jon. Pra, le të themi agjerimi si adhurim është më i vështirë ose më i rëndë. Mirë, po njerëzit janë më të prirur këtu. Mirë, po ne nuk mund të themi që këta që agjerojnë nuk janë musliman, ose patjetër që të pranohet agjerimi duhet të jesh me namaz. Jo, kjo nuk është e saktë. Është e vërtetë që ti jesh me namaz dhe me agjerim, kjo është shumë mirë, domethënë, por nëse dikush ka vetëm agjerimin, edhe kjo është mirë, nëse dikush ka vetëm xhuman, alhamdulillah, kjo është shumë mirë, dikush mund ta agjerojë më pak, dikush mund ta agjerojë më shumë. Perfeksioni është e vështirë për të arritur, po gjërat bëhen me gradualitet. Gjërat vijnë hap pas hapi dhe me shpresën e Zotit, njerëz që shijojnë me 1 ditë, me 2 ditë, njerëz që shijojnë vetëm me natë kadri, njerëz që vinë vetëm për ditë xhumaje, njerëz që vinë vetëm për teravi, madje ka pas edhe njerëz bile unë sot kam dhënë një përgjigje në Facebookun tim, në faqen zyrtare, ishte ose në Instagram, nuk e di, ka që vinë shumë mesazhe, ishte një djalë i krishterë, tha unë kam dëshirë ta agjeroj. Agjero, provoje që është agjerimi në Islam, se ndoshta kjo bëhet sebeb edhe për mbarësi edhe për bekime, po edhe ndoshta që njeriu të udhëzohet dhe të kuptojë të drejtën dhe të vërtetën. Kështu që ka mirësi të veta, absolutisht është i hapur për të gjithë.